fjalën kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalën kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Le të themi se ju zotroni një vepër arti të bukur, një pikturë, një vazo kristali madhështore ose mbase një skulpturë antike. Sa kushton ajo? Mbase nuk e dini çmimin, por ka një mënyrë për ta mësuar se sa kushton. Ekspertët na tregojnë se kur bëhet fjalë për vënien e një çmimi të një vepre arti, vlera e saj varet nga 3 gjëra. Kush e ka krijuar, sa janë si ajo vepër arti, sa shumë është i gatshëm të paguajë një person për të. Ndaj, më lejoni të pyes, cila është vlera juaj? Përgjigja mund të gjendet duke parë përgjigjet e atyre 3 pyetjeve më sipër. Kush ju krijoi? Artisti më i madh i universit, Perëndia. Sa janë si ju? Vetëm një. Ju jeni unike. Sa shumë ishte dikush i gatshëm të paguante për ju? Perëndia ishte i gatshëm të jepte vetë jetën e birit të tij, që t'ju jepte mundësinë të kishit një marrëdhënie me të. Sa të fleshme jeni ju? Nuk ndiheni kështu? Në librin e tij Të bëhesh ai që Perëndia synoi, David Ekman e përshkruan Perëndin duke shpjeguar këtë për ne. I mbir, po vdes, sepse ju vleni sa biri im për mua. E pabesueshme për çdo prind. Ja se çfarë është shkruar tek letra dërtuar Romakëve në kapitullin 5. Vështirë në fakt se vdes dikush për një të drejtë, mbase ndonjë do të guxonte të vdiste për një njerëz të mirë. Por Perëndia e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Perëndia dëshiron të ketë një marrëdhënie të ngushtë dhe intime me ju, pikërisht aty ku jeni. Ndaj mos e nënvlerësoni veten. Përkundrazi, çoni kokën lart dhe kujtojini vete se Perëndia thotë që jeni një vepër arti, që është jashtëzakonisht e çmueshme për të. Dita dhe jeta juaj mund të ndryshojnë nga kjo njohuri. Dëgjuat fjalën kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.